Kandidimi i zotrit Beta, do të them, po të mos ishte qesharak, do të ishte tragjike për shoqërinë tonë. Për fat të keq, koalicioni vlen dhe krerët vendosën të dërgojnë një mesazh shumë të keq. Unë do të kisha thënë një përbuzje ndaj të gjithë qytetarëve të Gostivarit, pikë së pari, e mbi gjitha ndaj anëtarëve të vet të koalicionit vlen, por edhe të kandidatëve potencial, edhe kandidatit në raundin e parë, zotri Sebajdinit, por edhe zotri Fadil Xhelilit, i cili është i besuar i qeverisë në komunën e Gostivarit. Zotri Beta nuk ka se çka të flitet, paramendoni garon për të 6-ën herë, prej të cilëve praktikisht 5 herë ka humbur, pse e them ashtu, sepse në 2005-ën, në raundin e dytë atë aso kohe, Partia Demokratike Shqiptare ka tërheq kandidaturën gati se të kundër kandidatit dhe kështu e ka fituar mandatin. Në 2009 i ka humbur garën, në 2013 ka pasur një inxhinjering të cilën e din gjithë qyteti se si ka ndodhur, edhe në 2017 edhe në 2021 gjithashtu ka pësuar disfata, edhe më tepër se kjo s'ka se çka të flitet. Unë ju uroj shëndet edhe sukses në garë, besoj që s'paku do të kemi një teatr, një show, është kështu personalitet që zbavit apo me masën. rezultatin që do të del pas zgjedhjeve? Unë mendoj gjatë fushatës, është personalitet që zbavit masën, edhe mendoj që do të jetë garë interesante mbi gjithë.